gjë që i obligon kushtetuta edhe thirrja e detyrës e postit publik që e majnë, duhet me bën si diplomaci me njëri tjetrin. Domthonë me i taku veç e veç, që me në një të ardhme, ose pas të zonë një jave, me i taku edhe zbashku. Domthonë me i po në herë qëndrimet, pozicionet e tyne, pas taj me i tubu, me i bon bashkë. Problemi është që presidenti ja është vënu. Ka qëndru shumë jashtë rolit saj kushtetues, tepër gjatë. Dhe tash unë e dyshoj në fuqinë e saj. Po shpritur vendimi i kushtetuesës, Matoshi? Po problemi është që ka mujtë shumë para kushtetuesës, sikur atëherë që i pa thirrë një takim konsultativ, me ushtru presion bazë të ingerencave të saj kushtetuese sipas nenit 4.3 edhe 84, që garantuse e funksionimit demokratik të sistemit. Por ajo, domthonë, ka prit shumë gjatë me po ka po shkon fuqia politike, dhe tek tash, domthonë, detyrohet me i thirrë, por nuk e ka asnjë mekanizëm me zgjidh çështjen. Amo heq nuk e ka. Madje, bazu në verdiktin e rastit Atifete Jahjaga, presidentja Atifete Jahjaga dërgu gjykatës kushtetuese për situacionin, bazu në këtë, del që zonja Osmani nuk ka më mundësi as me i drejtu pyetje gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk merr vendim për diçka që s'ka rezultu në akt ose vendim. Jeni të sigurt që s'ka drejt Jo, shiko, po diçka që nuk ka ndodhur, nuk ka drejt me drejtu. Por, nëse me mas 30 ditëve, afatit që e ka caktu gjykata, e që është afat kushtetues tash mund të themi, mundet me drejtu, sepse ajo ka prodhu një pasojë, domethënë nuk po konsultohet kuvendi. Mas 30 ditëve, zonja Osmani mund me vetë gjykatën kushtetuese cilat janë pasojat. Kur gjë më shumë. Por mekanizëm, fuqi politike, edhe juridike ndodhe më hitë, sidomos juridike nuk ka, sepse në Republikën tonë pushtetet janë ndame. Bile presidentja është pjesë ekzekutivit. Kush e din, kush se din, kush se din, le ta mëson. Problemi është që nuk ka të drejtë me opozinë e punën e vetë parlamentit, sepse është pushteti ndame edhe pushteti i parë në Republikë. Ne jemi Republikë parlamentare. Pastaj tjetra është që deputeti nuk i nënshtrohet asnjë diktati, asnjë mandati tjetër, përpos thirrjes së tij që i zgjedhur direkt nga populli. Dhe në këtë situatë ne kemi situatën shumë të vështirë, tha zoti Cakolli më herët, ne nuk e dim se çka e pret shtetin e Kosovës, sepse çush për shohun, me gjithë respektin, zoti Kurti sot e ka një fjalor korrekt, një fjalor të politikisht korrekt, më me thonë, jap shenja të zbutjes së tij, të spakut pozicionit të tij të burta. Gjetjes së një kompromisi. Po, drejt gjetjes së një kompromisi ku një 7 vena përmendet në vendimin e gjykatës kushtetuese. Bashkëpunim me besim, konsenzus, marrëveshje politike, edhe thjesht kompromis. Dhe në bazë kësaj, domthonë zonja zoti Kurti dul me një retorik ka gjë ndryshe pe i Kurtit më parë. Dhe unë po shpresoj që edhe ky nuk e ka seriozisht përbëmjen e shtetit, po bën pak ajare. Pse po bën të faraj